Të nderuar përfaqësues të organizatës ndërkombëtare Fetë për Paqe, të nderuar vëllezër e mi, komitete fetare, të nderuar përfaqësues të institucionit shtetëror, të dashur miq nga Europa dhe rajoni, zonja dhe zotëri, mirë se erdhët në Shqipëri, vendi ku bashkëjetesa ndërfetare nuk është vetëm një ideal, por një mënyrë jetese e trashëguar për breza. Kam nderin t'ju përshëndes në emër të Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë dhe si të kryegjyshatës botërore bektasjane në këtë forum evropian me temën Udhëzimi i përbashkët i së shenjtës. Kjo temë na kujton se pavarësisht traditave tona fetare, ne ndajmë të njëjtat vlera universale: paqe, dashuri, drejtësinë, dinjitetin njerëzor dhe kujdesin për një tjetrin. Në Kur'anin famlar, Allahu na kujton: O njerëz, ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre dhe ju bëm popull e fise që dënjen me një tjetrin. Ky ajet nuk flet për ndarje, por për njohje, respekt dhe bashkëpunim. Po kështu, në Kur'an thuhet: nuk ka detyrim në fe. Ky është një mesazh i fuqishëm për lirinë e ndërgjegjësisë dhe respektin ndaj besimit të secilit. Një tjetër udhëzim hyjnor na mëson: kush shpëton një jetë, është sikur ka shpëtuar gjithë njerëzimin. Ky është thelbi i çdo feje, mbrojtja e jetës, e dinjitetit dhe shpresës. Shqipëria është dëshmi se fe të ndryshme mund të jetojnë së bashku jo vetëm në paqe, por edhe në miqësi. Ne nuk jemi bashkë vetëm në disa festa, jemi bashkë në sfida, në solidaritet, në shërbim të shoqërisë. Sot, në këtë kohë, kur bota përballet me konflikte, polarizim, varfëri dhe krizë besimi, komitetet fetare kanë përgjegjësi të jenë ura dialogu dhe burimi shpresë. Forumi im nuk është vetëm një takim, ai është një thirrje për veprim. Ky forum nuk është thjesht një cikël leksionesh apo diskutimesh, ai është një udhëtim i përbashkët që na çon nga njohja e traditave tona të shenjta drejt veprimit konkret në shërbim të njerëzimit. Gjatë këtyre ditëve do të reflektojmë mbi botkuptimin e shenjtë të secilës traditë fetare. Do të ndërtojmë një vizion të përbashkët për ndarjes së të shenjtës ndërkombëtarisht dhe udhëzimin e përbashkët të saj. Do të mësojmë metodologjinë e religioneve për paqen, për të kthyer dialogun në bashkëpunim dhe vlera shpirtërore në veprim konkret, përmes analizës së përbashkët, partneriteteve ndërfetare, bashkëpunimit dhe institucione publike, shoqërinë civile dhe botën akademike, ne synojmë të ndërtojmë komitete më të drejta, më gjithëpërfshirëse dhe më paqësore. Vizita studimore në Shkodër, Krujë dhe Durrës do të kujtojnë se historia e Shqipërisë është dëshmi e gjallë se besimi, respekti dhe dialogu nuk mund të ndërtojnë ura të qëndrueshme mes njerëzve. Në përfundim i programit, secili prej nesh do të marrë me vete, jo vetëm me njohuri të reja, por edhe në përgjegjësinë për të shndërruar këto mësime në plane konkrete veprimi në vendet dhe komitetet tona. Le të punojmë së bashku për të mbrojtur dinjitetin njerëzor, për të edukuar brezat e rinj me kulturën e dialogut dhe për të ndërtuar një Europë ku diversiteti shihet si bekim dhe jo si kërcënim. Ju falenderoj për pranimin tuaj dhe ju uroj punime të mira. Zoti na bekoftë të gjithëve. Amin.